Donika Garvalla më shumë mërzitët pse s'po mundet me shti këtë deputete vetëvendosjes me menu njëjtë si Fatos Geci, se sa që e ka shumë Geci. Tash problemi nuk është tek Fatos Geci, sepse nëse Donika Garvalla si bashkëkretare e listës Goxha, edhe Albin Kurti, si kryetari vetëvendosjes, po të kishin menim racional politik, lehtësisht nuk e kishin fut në listë. Dhe ti si jashtë listës për kandidat për deputet, më nëshme menu që ka dush, hen lajmë TikTok dhe fol qyf të knaqësh të fol. Problemi është që Donika Garvalla në ekip politikane që kjo mërzitet pëse s'po mërë të krej listën Goxha e krejt vetëvendosin me ishtime menu si Fatos Geci. Mu më që ditë edhe po këtë qysh. Deputetja Shqipe Selimi rren me një listë me Donika Garvalla, kur dijet deklaratat e Donika Garvallës që e ka qujt kriminal prej Hashim Thaqit, Kadri Veselit, deri te Recep Selimi. Tash Donika Garvallën e kemi pas ministrët jashtme. Më tha kjo e ka jetu qatë ku, kur si ministrë jashtme nuk ka mujt me taku kërkan heq. Edhe tash, ish ministra jashtme, thët që s'ka gole, apo të në pajtua me deklarat, mu denu krerë të OQK-s, edhe pak dy fije men mi pas, të edhin që nëse dënuën krerë të OQK-s, imazhi i Republikës të Kosovës dëmtuat s'ka ishmëresht, edhe çdo kusht që do t'jetë në postin e ministrit jashtëm, hala ma shumë i mbyllën dy. Edhe një ministër jashtëm normal, e din rrezikun nga i dënim, po të Donika kemë kështu rast sui generis që kjo nuk e go fort gole. Dhe më thonë, te kjo e kemi po rastin konkret që ka shku në Amerikë, edhe o këthy pas një takim zyrtar, që është Qesharok nuk i ka ndodhur asnjë ministrit jashtëm në Evropë, as në botë, me unis dhe atje mu këthy pas një takim, edhe kjo thjesht shihet që nuk e din as peshën, as rëndësinë e një dënimit të krerëve të OQK-s Paull. Dhe më to kjo thjesht menon qysh me i bin disa votues potencial të sajna me një deklarat pompoze dhe në rregull i marrën e votat për deputetë dhe i përfshin edhe temat që realisht nuk do duhet të jenë pjesë e fushatës zgjedhore. Sikur kjo që e përmendi Qa mundu me prodhu parem fushata, e përmendi Agim Bahtirin, tash thot më sigurt është në verit Mitrovicës se sa në Skanderaj. Dyqysh kom përshtypjen që më thonë vishë këti rritën sa është votat Agim Bahtirit. Dhe më thonë, nuk e ban ajë leo veç për votat Agim Bahtirit, të e menej që a deklarat e ban edhe për votat e komplet vetëvendosjes, për shkak që me 7 qershor ti nuk e ki numrin e madh të diasporës që do të vinë me votu njësë me 28 dhjetor, që është një handicap për lëvizjen vetëvendosje. Në ndë, handicapin i madh i lëvizjes vetëvendosje është edhe garimi për ballë Gjosa Osmani. Edhe tash vetëvendosja po përdor temat që në një situatë normale nuk do duhet të ishin temat të fushatës zgjedhore. Kjo që e ban Agim Bahtiri që ti me lëshu deklaratat poshtra kundër një zone të caktume të Kosovës, që e krahason për shembull veriun e Kosovës që është të imbushën, ka qenë me bandat Radojqiqit, e krahason me Drenicën, unë nuk e di çfarë problemi Agim Bahtiri, nuk e di çfarë problemi ka Agim Bahtiri me njerëz të Drenicës. Njerëz të Drenicës nuk mundesh me portretizuar ma potencial shpërthys ka njerëz të Drenicës, rajoni më i hekum i Kosovës se sa veriu i Mitrovicës që megjithatë përbohet nga njerëz që nuk e njohin shtetin e Kosovës. Cila është logjika këtu? Tendenca e Agim Bahtirit dhe qeverisë Kurti me portretizu zonën e Drenicës si zonë kolumbiane, meksikane e drogës, ku njerëz atje nuk janë sigurt, unë mendoj që deklarohet edhe tentimi poshtër i këtyre njerëzve, për shkak që ti nuk mundesh një zonë që në Drenicë, domethënë nuk ka njerëz që kanë qenë pjesë e luftës së OQK-s, ka njerëz që nuk e votojnë vetëvendosjen, që është shumë normale. Njerëz mund me votu aleancën për ardhmërinë e Kosovës, mund me vendos me votu Vjosa Osmanin, mund me vendos me votu edhe VV-n. Nëse ti nuk arrin i bind njerëz të Drenicës, në Skënderaj në Drenas, për me të votu ty, se duhesh ti me i portretizu si njerëz të rrezikshëm. Sepse ti, edhe në rastin konkret atë natë, kërë që njësin speciale,
ajo është një pamje që ka për qëllim mu përdor për fushat elektorale. Deklarata e Agim Batirit, unë mendoj që nuk është e rastësishme. Agim Batiri, sado që duket publik, ashtu që duket, që mos përmend numër epitete, unë mendoj që deklaratat në fushat zgjedhore i bajnë me qëllim, sepse duhen me nxit reaksion të Drenicës edhe për me fitu vota, kishte na kemi një luftë me njerëz të rrezikshëm. Deklarata pastaj e Kurtit, kur thotë sa Miloshtaku më ka dalë midis rrugës, edhe ja ka prej rrugën e Skurtës, ka dosht më myt, që logjikisht, po fije logjike, që është del një njeri me një vetur, para e Skurtës me 15 vetura, shtohet pyetja konkrete, logjike, a ka dosht sa Miloshtaku me myt vetën a Albin Kurtin? Nëse ti del horizontalisht me një veturë e Skurtës, i bën që ata veturën ta shkatërrojnë. Edhe ai që synon me bë këto, realisht viktima e aksidentit duhet jetë sa Miloshtaku këto. Okay. Tash, në anën tjetër, përpos fushatës me një lloj Drenicën, tash një pushtet që i ka bën tash 5-6 vjet, nuk ka çka thot për investime, nuk ka çka thot për ekonomi. Për shembull, sa të fol Albin Kurti, ne që e dim, sa të fol për shembull për premtime, për projekte ekonomike, shndrohet në objektallje në Facebook. Për shembull, kemi rastin me Gjilanin, sa të fol për autostradën e Gjilanit, domethënë njerëzit e Gjilanit tollen me ta, sepse nuk realizohet, sa të fol për stadiumin e Gjilanit, e sa të fol për hekurudhën e Gjilanit, ajo shndrohet në humor në rrjetet sociale për shkak që Gjilanasti dinë që ato nuk realizohen. Edhe tash ka bën për shembull tash një pushtetësi Kurtit fut tema që nuk janë për fushat zgjedhore, që është tema e xhandarmerisë. Për shkak që njerëz kur nuk mundesh mi bin me projekte racionale, atëherë i bin përmes frikës, sepse na jemi përballë një rreziku, na duhet me lëshu xhandarmerinë me rujt kufinin, edhe na tash duhet mu taku me këfurin, a lejohet me patrullu në xhandarmeria në veria ju. Atë që kjo pomja kur Kurti e takon një zyrtar të natës e të këfurit, tash kjo shndrohet në kartën elektorale që Albin Kurti është çaj i fuqishmi, çaj i padëgjueshmi i bashkisë ndërkombëtare që e kanë plan me çu xhandarmerinë me rujt kufirin me Serbinë. Gjë që komplet projekti, komplet deklarata për xhandarmerinë është mashtrim elektoral, se ai as nuk e ka qëllim me realizu, as nuk e ka seriozisht realizu. Xhandarmerinë as po dihet se përban që njësia speciale ka dështuar me arrestu sa Miloshtakun, edhe ai dëm sepse dikush aty i ka qitë informacionin. Që ka që banalisht mundet më kriju një institucion? Po edhe do me kriju një institucion që me pas vetë në kontrol, që nesër mas nesër... Që argumentan që që njësia speciale s'ka mujtë me arrestu sa Miloshtakun? Po për që ka shku në Skënderaj? Ka shku me arrestu. A ki të vendin prokurorit që ta du të me arrestu? E njësia speciale s'ka mujtë? Po e s'ka suparaqit, ata tash vendin prokurorit, s'ka mujtë as me arë njerë, teknikisht mas pari du të mu intervistu. Njëri u paraqit, u intervistu. Kur ka marrë garanca që s'ka mu arrestu dhe kur njerëzit e kanë rrethuar. Kjo është spekulim, kjo në konspiracion. Se nëse kishmi posë... Suparaqit ditën kur ka ndodhur. Nuk e ka thënë që s'ka pas ftesë. Nëse e kishim pas tani vendin prokurorit. S'ka guxu me aq ftesën bre po, asë ne. S'ka guxu. Tash po jena në konspiracion. Tjetër muhabet. S'kan guxu në konspiracion. Ai kanë njësia speciale s'kan janë shkuar në shtëpitë më thuaj se s'kan. A ki vendin prokurorit. Tash me kriju xhandart që me bëj çat puna, po. Normal, se nuk më pas normal be. Ku i merr tash xhandar që e kryen çfarë? Po i rekruton njerëz më thamë që kemi policinë më të mirë në rajon tash, çfarë po dëna? Po dëna me policinë e Kosovës me shndrun polici komunale, çka? Çka thomi, e çka janë situata, janë tjera. Çfarë bëmë me këtë institucion me policinë? Ata kanë shku veç demonstrime tjera se mos më kthy me turp.